Ju përshëndes të nderuar shikues, takohemi përsëri bashkë në Atlas Njerëzor. Ai është një mjeshtër i madh, është një instrumentist i cili është i spikatur për gjithë muzikalitetin që krijon me instrumentin e tij. I krijon meloditë e bukura dhe interpreton me fyell. Dhe ka mahnitur jo pak shqiptarët e Vlorës, shqiptarët e Shqipërisë, por dhe europianët. Vetëm një shembull do të sjell, në vitin 2000 në Butrind, Berlusconi, lider me përmasa botërore, në pas performancës së tij, u ngrit në këmbë dhe u përkul 3 herë përpara tij. Dhe ky është Vendim Kapaj, i cili është dhe fylli magjik i Vlorës dhe jo vetëm. Unë kam kënaqësinë që sot ju kam të ftuar në studio. Kënaqësi dhe unë për juve. Dhe sa herë që flasim Vendim Kapaj, përsëri ne kemi se çfarë flasim dhe kemi se çfarë themi për gjithë meloditë e bukura që i keni dhuruar Vlorës dhe Shqipërisë. Faleminderit. Edhe nëse bëjmë një bilanc, themi që janë rreth 55 vite krimtari, rreth 55 vite, ndërkohë që nëse kthehemi mbrapsh, themi kur filloi, kur lindi ajo dëshira, kur e kape fyellin për herë të parë, dhe sot të themi në këtë 55 vjetor, ta quaj kështu unë, të viteve tuaja, kur e prek fyellin, çfarë të vjen në mendje për herë të parë? Fëmiria, rruga e gjatë, sakrificat, çfarë është fyelli për Vendim Kapaj? Për mua ai instrument, unë jam i dashur mbas atij instrumenti. Kam qysh në vitin 1968, qysh fëmijë, nëpërmjet kohës, duke u stërvitur pothuajse ditë për ditë me atë duke i rënë, isha, si thash fillimi i dashuruar mbas këtij instrumenti. Dhe ishit sa vjeç kur e prekët fyellin për herë të parë? 9 vjeç. 9 vjeç. 9 vjeç. Dhe falë në atë kohë, në ato vite 68, 70, në ato vite kishe jepnin shumë rëndësi të veçantë grupeve labe, folklorike popullore. Folklorike popullore, shumë fare, kishte një interesim të jashtëzakonshëm. Dhe isha me grupin e fshatit tim të Kërkovës. Shkonim nga fshati, shkonim në Nartë, sepse fshati ynë ishte kooperative e bashkuar me Nartën. Me Nartën, po. Kërkova, Oshtima, Panajaja, Zvërnesi, Narta. Po, ishin një qendër. Një qendër. Edhe organizoheshin grupet. Ama ishte diçka e veçantë që duheshin gjitha elementet, ishte domosdoshme. Ai grup që ai fshat që paraqitesh me grupin e tij, duhet kishte valle brenda, duhet kishte instrumentista, duhet kishte këngë polifonike, kënglabe, jo polifonike ka. Po, kënglabe. Kënglabe. Dhe ishte, me fjalë ishte kërkesë. Pastaj dhe duke marr këngët e vjetra dhe instrumentat. Ka kaluar një kohë gjatë, por si kalove, pra 9 vjeç, si kalove në grupet e amatore apo grupet e krijuara atëre? Po, ishte sepse ne na ka ndihmuar dhe shumë në ato vite kur ishim në vitet e shkollës fillore, kishim grupet artistike të tyre dhe atje përziheshin elementet se kush këndonte, kush edhe bënim ishte orari i veçantë për muzikën, për këngë popullore në ato vite. Filloi që në klasë të 2 deri në ishte interesimi i institucioneve dhe arsimore dhe më gjerë. Dhe atje pikaseshin elementet. Kur unë çfaqesha me instrumenta popullore, vinim tek shtëpia e Pionerit në Vlorë. Që atje fillon të Po, Pioner fëmijë, kur shkuan pastaj me grupet e mëdha? Kur u rit Vendim Kapaj, u rit njëkohësisht dhe të themi
profesionalizmi? Një dhuratë të veçantë që kam, si që thash që në fillim, e kam nga grupi i fshatit tim, po në veçanti të Bubush Osmanit, vllajt e Reshat Osmanit. Atë e kishin në Vatrën e Kulturës, se Vatra quheshin atëherë, ishte drejtues në Nart, drejtues muzikor në Nart. Dhe nëpërmjet atij, ku bënin konkurimin zonal, në Nart që shkonin këto 5 fshatrat, atje përzgjidheshin kush shkonte në konkurimin në qytet, me fjalë të qarkut. Po këto konkurime beshin për të përcaktuar elementet në Festival Gjirokastrës. Edhe ishte një interesim jashtëzakonshëm, tamam si sot që quhen kampionatet botërore të futbollit. Të kujtohet kur ke marrë pjesë për herë të parë në Festivalin e Gjirokastrës? Po, ty të falenderit, sepse po më çon në vitet shumë të shkuara apo të bukura? Shumë mbrapa dhe shumë të bukura dhe shumë ato edhe sot që po bashkë vizitojmë bashkë më rinove me këto, po e mbaj mend shumë mirë. Në 73-shin, kur ka marrë që jam përzgjedhur nga juria për kace këtu në qytetin e Vlorës, ka qenë udhëheqës artistik, ka qenë Reshat, më falë, Lio Monja. Pander Limone. Lio Monja, Lio i flisim ne. Po. Edhe thosh, bim brapa, më thosh mua, ti lloj instrumenti se shumë i bukur, shumë i veçantë dhe do bësh dikushi. Kurse unë ëndra ime, kur më thosh që e shikoja me një këshërit të jashtëzakonshme që thosha unë para këtij profesorit. Po, ashtu ishte vërtet. Edhe unë ato i çova në veshku, i thonë edhe, mashtoj shumë pasionin, po pasionim, atëre ëndra ime, si që kam thënë e stërthën në gjithë këto intervista, ka qenë të dilja një në radio, se s'kishte televizor atëre asë. Të dilja një në radio, thosha, ose në një gazet. Unë jo që dola në radio. Dhe ja arrite. Dhe ja arrit fal interesimit të veçantë të drejtuesve të Vlorës. Ishe në fshat atëherë kur filloi fama? Po, në fshat. Dhe besoj të mbështetën? Shumë. Bashkë fshatarët? Shumë. Ka qenë, me fjalë, si që të thash, që kush shkonte në zgjendej komplet labëria. Diskutimi ishte, me fjalë, në periudhën, në çdo 5 vjet që krijoheshin festivalet, që zhvilloheshin festivalet kombëtare të Gjirokastës, fillonte konkurimi që në mars. Përgatitja. Konkurimet zonale, me fjalë, si që bënin në konkurimin natë, bënin për festivalin e Gjirokastrës. Por që kalonte konkurs pas konkursit. Me fjalë, në bazë rrethit të Vlorës, rrethit jo qarkut, në bazë të rrethit të Vlorës, të grumueshin gjitha vinin gati 2000 këngë. Në këto 2000, seleksioneshin gjatë rrugës gjersa venin 16 këngë në Kala. Në Kala pastaj të Gjirokastrës bënin mësimin tregues në orën 11 të drekës e në darkë jepin koncertin, dhe aty eliminoheshin 2 grupe tjerë. Aq në sit kalonin, nuk kishte atje nepotizëm ose mik të futesh. Ishe ti ndër të eliminuarit, apo ti gjithmonë ishe i përzgjedhur? Sepse ishe vetëm? Po, isha vetëm, i veçantë. Dhe në 78-ën, Lio Monja, në 76 që ikën Lio Monja, profesori, vin profesor Axhit Dalipi, vin nga Imara në 76-ën, dhe emra të nderuar të gjithë. Shumë, edhe u përkulem para kujtimit të tyre me shumë respekt dhe me shumë fal atyre që ne sot ekzistojnë si instrumentist edhe si artist. Fal këtyre artistat të mëdhenj që janë, për mua janë të pashuar, janë të paharruar në jetë tjetër. Mirënjohje. Janë shumë mirë. Pra, vendim po themi që ti gjitha të kohë ishe i vetëm me këtë instrument. Si ka mundësi që s'kishte të tjerë? Më falë, i vetëm në 78-ën kam ndërtuar me fjalë një
mini duet bashkë me artistën e Bratit, Nazër Kongjini. Kemi dalë të dy si individ në 78-ën. Dërsa me ardhin me intensitetin e punës së madhe që ka bërë profesor Axhiu, u oth ideja që të krijojmë një instrumentale të labërisë. Dhe e realizuam. Isha shumë i frymëzuar se i të qenë artist duhet të jesh i dashuruar me universin, me natyrën. Vazhdimisht krijimtaria ime si filltar, edhe jam krenar që më baj patentin, nuk kam plagjator që të huazën të dikushi e t'i bje dikujt se plagjatori është gjë më e rrezikshme, nuk quhesh artist. Është krijim origjinal. Krijim origjinal. Autentik. Ndaj quhet, ndaj është folklor. Vendim kapa. Po, mban vullën time. Çdo melodi është krijimtaria ime e krijuar në kora të veçanta dhe në kora shumë të bukura për mua, i dashurur tamam me universin, me rreth, me hënën kur ato rreth glabëronin në hënën, dhe ai ishte krijimi më i bukur, me fjalë që ulesha dhe krijoja melodin time. Edhe nuk harroj dhe të profesor Axhiut, mua më vdiq babai shumë i ri. Vin të tretat e ditës, ku kishte të tretat i mat, e kisha shok jo baba, edhe në fshat, rria fshat atëre, dhe ishte prak festivali. Në mars, në mars vdiq i mat, vin profesor Axhiu, kur kisha të tretat e Timetit. Dhe më thot, do vish me mua në Gjirokast. Në Vlorë. Kishim filluar pregatitjet e Gjirokast. I thashun, përse të marrësh fillin? Unë i thashun, po imagjino mentalitetin atë kohë, dhe ishte vdekje e parë në familjen time. Edhe shumë i ri, pa mbushur 60 vjeç i mat, që më la. Në mënyrë kategorike, jo, i thashun. Mi dhe vllai, qa? Thot partia mi gjitha. Qa partia? I thashun, ka vdekur baba jote. Nejse. Tha si duesh, po unë të dua me zëzbën. Nëse të e zdoja, ishe bashkë me Bardosh Gaçen. Vi në Pallat Kulturës. Pallati Kulturës, sa ishe ndërtuar këtu ku kemi, se para ne kemi qenë tek Shtëpia e Beut, atje ka qenë Pallati Kulturës, atje kemi kaluar komplet aktivitetet dhe më mbyll brenda në studion e ti, në atë kohë ishin ato magnetofonë me shirita të gjerë. Do të takosh këtu edhe qaj baban tënë, tha mua. Do ta qash me fyll, tha, jo atje, tha, në Kërkova, me lot. Bë qatë duashta, të vijë, tha, ti je i pavarur. Atje kam bërë 9 vaje të labërisë, duke dëgjuar Time Motër, duke dëgjuar Vajzën e Xhaxhait, edhe ato i kam edhe gjitha në instrument. Flas që datem që kam patetën time janë tamam, çdo melodi e çdo lëvizje gishit tregon një meditimin tim apo një krijimtarin time që për mua janë kryevepra. Ishte shumë e bukur, shumë e ndjeshme, nostalgjike, por ishte vërtet shumë e bukur për të treguar procesin e krijimit. Gjithsesi, ne jemi në labëri, dhe labëria e Vlorës, labëria e Jugut, ka brenda dhe krenarin, ashtu siç ka brenda dhe dhimbjen dhe dashurin. Ju vetë, Vendim Kapaj, çfarë i keni dhënë prej jetës suaj personale, këtyre krijimeve që tashmë janë në panteonin e laboristë dhe më gjerë? Është më së vërtet, faleminderit për këtë pyetje. Ndihem shumë krenar, për vetëm arsye sepse ato ndjenja që kam patur, siç thash më para, edhe dashurin kashi natyrës universitetit, se po nuk dashuroje nuk quhesh artist. Dashurit, çdo dashuri, edhe poeti
që shkruan ka një indicie, një ngasmim nga të parit edhe nga të mendorit që fillon e krijon. Indetike është edhe punë e artistit të kompozimit të një flas për instrumentin tim. Edhe unë të them të drejtën, ka qenë një diçka me fjalë e jashtëzakonshme, tepër e rastishme dhe e pabesueshme për mua. Para 3 vjetëve më ka ndodhur diçka, një surprizë e jashtëzakonshme. Më merr njëri në telefon, i kishte vdekur e jema. Nuk dua t'ja bëj me edhe i dritë shpirti atje ku është. Nuk ka problem, emri s'është personale, kalon pastaj kufit. Edhe më thot zotri, do vish në familjen, në shtëpinë time, se unë se dëgjoj që i kishte vdekur nëna. Kështu më thot më, do vish se më ka lënë në amanet nëna. Para se të di se jema, i kishtë thënë këtyre nënë e 6 vjenve. Kështën që po u lë një amanet. Amanet i parë do më varrosin fshatit që kam lindur, dhe amanet në dytë nuk do asnjë të më qaj të koka. Do më sillin vendimin të më qaj me fyll. Dhe kumit i thashon, u se djoj që i kishte vdekur edhe shkove që të performoje. Ma ka lënë amanet nëna, tha që, i thashu, kush nëna? Pa, se tjo, pa një shumë më ka vdekur, ku që të bëj, i thashu? Sa të pjesh fillë, ku, i thashu? Në filavën, më tha ma amanet e se 3 deu, që të bëj, i thashu? Edhe e parë dhe u përlota dhe thash, diva dhe një diçka që thash, bravo, që kam me fjalë që pas ka bërë vënd edhe kjo krimtaria, e më kujto direkt ato vajtimet e presoragjiut, vajtimet që më i dhuroj, se mua më duke si dhurat ajo, që bërë atje, që e shkriva komplet atë... E improvizove e kryove, dhe shte bukur. Ndërsa atje, arriti puna që kur vete do duat veshur, nëse i ki më marrë makinë time, pa shu i veshur edhe vete. Atje nëse shikojmë, po ky më qëni nozë, se me njëni kështë, nëse kur fillova që të vajtoja, interpretoja atje, po vajtim, kështu, thonë qanë të gjithë. Dhe më vim plakat me shaka, më thonë, të keqe nëna, tha... Do vishtë edhe kur të ikim ne. Më thotë, të keqe nëna, na ke shkri në vajtot, po kur të vdes unë, kur të vdesi, ne të punduaj, thashtu me shaka kështë edhe qeshave... Shumë e bukur, sepse... Shumë gjeve, shumë e bukur, edhe nuk e di, e kam djerë vetën ta mam, kam thënë vërtet pas kam në një diçka. Që do të thotë fylli në duar tuaja nuk është thjesht një instrument, por është zë shpirti. Përderisa tregove edhe gjithë këto ndodhira, dhe që flet shpirti, dhe çfarë e ka bërë vendin kapën që të krijoj, pra ai momenti, është e momentit, është dhimbja, çfarë ndodh në atë moment që ti krijon. Ti tregove disa raste, dhe ishin raste të trishtuara, dhe ti performove, i krijove njëherë, sepse krijohet, dhe pastaj interpretohet. Që do të thotë, kur fjala mungon, ty të mban muzika, të mban tingulli. Mëse vërtet. Kur kam bërë këtë instrumentalin melodi stanare, që atje kam marrë 2 laureat i festivalit të Gjirokastërës. Krimtarin, ku më thot presoragjiu që gjithmonë po e përmend, sepse vajta një shumë dekada me të, gati 3 dekada me presoragjiun që kam punur. Kam qenë në një lëndin, ishte një kope me dhën, ka qenë muaj mars, përsëri, kohë e lëndinave e qeljes së pranver, edhe shikoj një tufë shqera që lëndronin luanin në atë lëndinën. Edhe dhëndë, kështu. Natyre bukur. Shumë e bukur, dhe atje jam ullur me fjallë dhe kam krijuar melodin time, melodi stanare, në cilën, thashe që parë, unë do të them se është
janë pjesë e kohës tonë që kem kaluar, dhe kur kem përfumuar në Festival Gjero 4, ka qenë një nga instrumentalet më pikante, duke futur zilet, këmborët, blegërimat, lerjen e qenve në fyll, këto të gjitha, futur në fyll, të zbërthyra në fyll, dhe imitimet. Por duke marrë këto elementet brenda fyjet, edhe bashkë me profesor Axhin diskutojnë që këtu janë këto elemente shumë e bukur, thosh, shumë e bukur. Por mund të fusim edhe elemente të tillë, thotë që futëm edhe cecilimat imitime, kur ishte Rahmetket Vasil Sera, me gjethe edhe me imitime, dhe dy të armenët që ishin këta të grupit të Zinxhifiles në atë kohë, flas në 83-shin. Dhe dole një performancë shumë e bukur. Dhe në atë kohë, unë, instrumentale ime me fjalë, unë me fyll, si individ instrumentale, dhe Zeqo Ozaj, që këput një këmmali, dhemi performojmë para udhëheqjes. E ako vinë, e më thotë, qëshim pje mo? Ramlet Liu. E Beroqa, diktatori. Po? Diktatori. Po. është diktator e krye diktator ka qenë. E thotë, si i bjemë, unë dridhesh, e thoshja, unë emocionit për para, thashë. Po ta konë udhejsi. Tërë nësë, si i bjemë, asë dhe se di, qatë i thoshja, më morë goja. Edhe në raport e fjalimet të 283, shkruajti që me pëlqeu shumë, kënga Labe, kjo, dhe për mua, a i që i binde fillit, filltari i Vlorës, a i që i binde fillit, për mua duhet jetë një mjesht i vërtet. Atë ka qenë në plakat të Pallatit Kulturës. Është e sot e kësaj dite janë birrat në korridor. Dhe pastaj u vlerësove dhe me titull artist i merituar. Artist i merituar. Ndërsa, në 88-ën dola përsëri me instrumentale, me I dua malet e mia. Shumë e bukur dhe duke futur dhe elemente tjerë. Pra kjo është vlerë, alternimi të gjitha këtyre elementeve. Duke nxjerrë të gjitha këto. Por është një diçka shumë e bukur, edhe unë po mundohem, po sakrifikoj, me ndjenjat, me dëshirë, me çdo gjë, sepse mua më vjen keq, më vjen shumë keq që po vete drejt zhdukjes. Po, do shkojmë dhe atje. Pra, ishim tek momenti I krijimit, ju I tha të gjithë elementet, pra është përvoja, është ndjenja, është momenti, të gjitha këto bën bashkë që lind dhe ajo momenti I krijimit, ngjizet krijimit të themi. Ndërkohë, Vendim Kapaj, keni performuar në Shqipëri, në botë, më thuaj pak, kryesisht dhe në Europë, më thuaj pak, cili është emocioni I një artisti, është shqiptar që shkon dhe performon në një vend të huaj, ku spektatori është I huaj. Ke parë kështu, duart trokitje, lot, përqafime, kanë ndodhur këto gjëra? Shumë. Në djetë, në 1989, së bashku me Asambli Labëria, se ishim pjesë e Asambli Labëria, kemi shkuar në festivalin botëror në Ganat të Francës. Grupi Asambli Labëria duke qenë vetëm grupet lab. Asnjë folklor. Vetëm folklor. Dhe atje kemi zënë çmim të parë, e kishim x ditë për 21 ditë, nuk e mbaj mend të them drejta, për 13 dita, 15 nuk e di të them drejtën, nuk e mbaj mend. Këtë dhe kemi ndënjur edhe një javë më mbrapa, se nga kërkesat që kishim në përvëndet të
Francës. Atje kam parë një fjalë duartrokitje të pafundme. Qoftë nga polifonia, këngalabe, qoftë nga instrumenti. Ishte një diçka e jashtëzakonshme. Atëre e kuptuam veten se e kuptuam që se kush ishim edhe sa dhe çfarë transmetonin, se mirë popullin që ishim në origjinë në të gjitha që kurse ata thoshin e biles unë nuk harroj kur thot një francez atje thot që ne folklori nuk ekziston. Kemi patën një folklor, por nuk ekziston. Për dhe të arsye sepse arrin gjërat në fjalë të basardohen, harrohen, zhduken, vetë dhe kemi si puna ati zogut që ata kapin këtu, kurse ju e keni burimore, thot. Edhe faktikisht ashtu është. E bukur kjo. Por në historinë e kulturës sonë ka mbetur takimi me Berlusconi. Me thënë, performove, i re instrumentit, fyllit, e përcolle magjin edhe deri tek Berlusconi. Ka qenë një periudhë shumë që nuk vinë me ato korat, por mua si vendim. Në ato vite ka qenë drejtor Bebdobi. I Pallatit Kulturës. I Pallatit Kulturës së Vlorës. Të Vlorës, po. Po ishe shumë, në fjalë, kanë qenë vite të arta. Dhe drejtori i Butrinit ka qenë Auron Tarja. Djalab dhe ai i Labëris. Dhe për herë të parë Butrinin që i dha jetë e gjallëri Auron Tarja. Krijoi një mikrofestival për instrumenta popullor, duke ardhur nga veri, nga jugu, nga Shqipëria mesme, nga gjithë Shqipëria, dhe duke kremtuar ose duke presupozuar vdekjen e Panit. Atje ka marrë të fylli magjik. Se sa herë që veja, ka qenë vite 2000, në ato vite ka qenë Ministre e Kulturës Arta Dade. Dhe u bëra i njohur shumë në Butrind, duke performuar 5 vjetë të rresht me fjalë kështu edhe. Çfarë ndodhi me Berlusconi? Këtu duhet dalë. Cilat ishin emocionet e tua, apo ti nuk e... Këtu duhet dalë. Dhe si përfundim më njoftojnë, më merë Ministra e Kulturës, më darkë në ora 11, darkës, thotë zoti vendim, nesër vinë 2 kryeministrat kryeministri i Italisë dhe kryeministri i Shqipërisë, vinë në Butrind. Ju do të veni në Butrind e di për gjithë shka do bizedosh me Auroni, se duke ti ndisje ka qenë në Auroni, këshu. Dhe me i themun Auroni, vete një natë para në Saram, edhe i them Auroni, si do bëhet këj muhabet, e di veti, do ulesh të shkëmi ati dhe do përmosh çfarë do doj qeveri ty, qësirim ati ke. Ule në shkëmbë? Në shkëmbë, në një gurë, por largë shumë, dhe botimi ishte ajo që është... Amfiteatri është ajo me dërrasa, ke prasysh që është, por atëre, si ishte bërë, ishte vetëm një angë shumë, dhe ati ishte një liqen i vogël, se tani është bërë komplet me dërrasa. Flasim 26 vite para, po. Edhe një liqen i vogël ati të para asaj amfiteatrit të këskena. Nëse, kur të vinë kryeministra, do i bje shfillit. As mikrofon, se ati është një diçka me fjalë akustika, është kinetike. Dhe duke sqaruar ai me besiti atje kush ishte, që i thoshe ky erën ata, ulem unë atje, i veshur me kostume, mbi këmbë me mbi atë gurin në atë shkallaren e amfiteatrit.
Dhe po të rindi kështu, ai sa vin, i thot, morë, për këtë kam studiur, unë tha, po atë ku keni Picasso, tha, ai ishte instrument i vjetër, shumë, sikur, po, i thot, ja shpjegon, kështu, i bje, një dy, basi mbaroj, për ullën të dy, kërë e ministrat në 3 kështu, thashu, shko qa bërë, më thot mua, Roni, i përur e 2 shtete, i thashu, kënaqësi, thashu, një mrekulli. Si përgundim, besa, kur vemi në kurs, që do anim, i thot, kryeministri jonë, Fatos Nano, i thot, do meri dhe filtar do meri me vete, adhije. E më thot mua, me i sop e kur tha, e bëri i shaka me fjallë, për ule dhe 2 shtete në gjynë, thash, kush jeti, falenderi, thërë kryeministë, po, si përruar lurë, është vlerë, sepse atje nuk ishte vendimi, besoj t'je kuptove, ishte Shqipëria, dhe është gje bukur. Kjo ishte një, e kam thënë, prandaj thash e stërthën këtë. Kurse, gjërat e veçanta ka qenë në Lituani. Kanë qenë, se para se tanis me shtetet që, kam performuar në shumë asamble, që kam qenë antari i asamblit, fillimisht me asambli Labëria, pasaj me asamblin Bilbili me Semen Gjokolin, me asamblin Qipini, me Tomor Lelon. Po, këto asamblet e kanë rrujtë tamam traditën e këngës slabe dhe pavarësisht defektet që ka gjatë rrugës, po kanë qenë benefite shumë për këngën labe. Përmend pak më përpara atë të themi momentin që po shkon drejt zhdukjes. Të vjen keq kur shes sot që nuk e ka më atë mbështetje ose të themi atë përvetësim të këtij instrumenti nga të rinjt sot kur është muzika moderne dhe të rinjt janë të prirur pas saj. Çfarë mendon? Para se të futem te kjo temë, që është shumë temë e veçantë dhe është domosdoshme, që e të kapet kjo temë. Unë kam edhur disa statuse në rrjetet sociale për kurs. Këta për kurs, pa asnjë lloj pagese, se duhet... Se është meraku që ta trashëgosh. Duhet që ta trashëgoj. Dhe ka marrë disa fëmijë që për arsye teknike nuk duhet i asti... Jo, nuk në intereson ajo, në intereson fenomeni. Kanë dëshira ta fëmijët që kanë ardhur? Kanë shumë dëshirë dhe mua më pëlqen sepse ka element plot. Por nuk kanë suport, nuk kanë, si ta them unë, se ai do të vi. Po duhen angazhuar në për aktivitete? Duhen aktivizuar në për aktivitete. Një, e dyta. Duhet të stimulohen si për shembull të vi vendim si ashtu dhe që unë e supozoj, ose e qartë. Një diçka, për stimulohen sepse po zhduket. Tani unë kam 2-3 fëmijë, bilesu kam thënë atë që thash para cakosh, që duhet të jeni vetvetja, me fjalë të keni patetën tuaj. U kam shtjelluar edhe si mund të krijoni, si mund të ashtu, të futuni me fjalë, të afusën shpirt edhe atë ndjesinë e natyrës ose pra kanë interes. Ka shumë. Por duhet mbështetje. Duhet mbështetje, jashtëzakonshme. Ndërkohë që më kanë thënë për një djalë të ri që sot është i dëgjuar. Kush është ai? Po, ai është... Edhe çfarë mendoni? Është djalë i ri, nuk është nga Vlora. Nuk është nga Vlora. Është nga Tepelena, është 14 vjeç, Levins Alije e quajnë, është i mrekullueshëm, dhe unë i kam dhënë llafin edhe që unë do ta bëj dikushin. Ta pak unë kënaqes për ta ndihmuar dhe për ta duket sikur unë kam rilindur.
Më duket vetvetja. Bravo, shumë mirë. Dhe them edhe për këtë me fjalë për grupet e rinj, se mirë instrumenti, se unë veç asaj jam edhe deputus i këngës labe, jam edhës i këngës, jam marës këngës. Më bëj shumë qefi që gëllojnë shumë grupe labe. Vetë për instrumenti që ka merak që janë të pak të fare për fyellin. Se instrumenti i vështirë. Po, është e vërtet, ndërsa muzikën kurse muzikën më bëj shumë qefi, polifonia e performojnë shumë të rinj dhe më bëj shumë qefi. Është Erges Limaj, djali i ri, që kanë krijuar grupin Bogonista, shumë të ashtu. Është grupi të më falin se janë djemt e Vlorës, kemi shumë grupe. Janë shumë grupe. Janë djemt e Bogonicës, është grupi autokton, është Asam Bilbili, Asam Qipini, janë shumë dhe gëllojnë, më bëj shumë që pavarësia të më falin se nuk i përmend Cila është këshilla që ju jep ti këtyre grupeve të reja? Po këshilla ime thash që në fillim që mos jenë plagjator, mos jenë kopjues të kur në kur të krijojnë, të kenë origjinal, të kenë patentën e tyre, të kenë krijimtarin e vet, sepse i të qenë të artist ajo është. Nuk duhet se mua sikur nesër pavarësisht unë e ruaj atë veten time edhe nuk do ta ndryj tjetrin, po them edhe më dhimbë se ta krijimtaria që them që ti nuk futesh dot në atë botën time që në krijimtarinë time edhe më pushkaton. Se them unë aty në atë melodinë time kam futur elementin shumë lerin e qenë ku është këtu, them edhe marr një detaj të voçkël ose ku them se kur un pyesë më çfarë përmban kjo, brenda ka them blegërimin e shqerrave, qethjen e dhënëve. Lerin e qenë. Jetën baritore, komplet. Jetën baritore. Është si puna asaj pikturës që duhet të gjesh me fjalë diciturën. Edhe melodia brenda ka diciturën e vet. Po patjetër. Nëse do ta përkufizoni jetën tuaj artistike me një melodi të vetme, si do të tingëllonte ajo? Gjithë jeta juaj artistike. Me një melodi. Më zyrë ngush këtu. Unë po e kryoj në mendjen time sepse ju dëgjova që folët dhe u ndalët në pika kyçe. Në një melodi të vetme e shikoj që më përlote. Ta them me sinqeritet. Është një diçka me fjalë që një rën e fyellit ose një melodi edhe gabim bëra që nuk e mora instrumentin. Se more me vete. Tani po e shikoj që më gasmove dhe jam bërë shumë prishmën. Në një melodi të vetme unë mund të përfaqësoj komplet to që thash, mund të idhja komplet në instrumentin tim. Qysh feminin e deri tani. Është një jetë artistike, dhe është një jetë artistike e gjallë, e bukur, e larmishme. Nuk ka Efrosina është një diçka, nuk ka gjë më të bukur që të lindësh dhe të vdesh artist. Është shumë e vështirë ta mbash artist lukun. Dhe nëse fylli juaj do të fliste, çfarë historie do të tregonte ai? Ai ka folur. Ai ka folur historinë time. Ai ka folur në Poloni, ishte festivali botëror para 2 vjetëve me asambli. Unë jam antari asamblit të Amantjes me udhëheqës artistik Elidon Brahimi. Dhe do venim të konkurojmë. Nuk gjetëm me fjalë mbështetje nga se duhesh karburanti. Nga askush. Nga askush. Dhe i falenderoj shumë. Do e them, të më fali, unë jam detyruar, do e them, jam artist. Nuk dua t'i bëj as elozhe. Kush është? Është Vasil Bedini. Vasil Bedini, po. Që është treguar i gatshëm sa i kam thënë çfarë halli ke mjeshtër, më thamë.
I thash për këtë, ku e keni? Në Krakov, i thash, Polonis. Gje bukur. Okej, tha, mos su mundom, më të tjerë, i ke nga unë. Imaginos, edhe janë të rallë djenë të tillë të Vlorës. Edhe ju për mirënjohjen, se dhe mirënjohja është shumë i faleminderit. vlerë. Ai ka dhënë edhe jep suport të madh për artin dhe kulturën. Po. Ai një me që është Fura Karabashi, Po. që janë Shumë mirë. Janë të rrallë, shumë i faleminderit, jam shumë mirënjohës me ta. Edhe shumë mirë që i thoni, sepse tash mirënjohja duhet të na udhëheq raportet. Dhe ishin, se kjo indicia që më the qa thuet fylli, ati e kuptohet se qa thosh fylli im, ishte një sken, ishin rreth 2000 veta, kur dola me fyll, fylli 1, Këngë e Janinës 2, Vallet, ishin një kryevepër ke marçmin të parë në Poloni, dhe ishin 13 jurista nga gjithë bota. Ishte një jurist nga ishte Ukrainas, pavarësisht që ishte lufta, Ukrainës, ai më kishte vëzhguar me Tylbi. Nga, se imagjino 2000 veta ajo skena jashtë, për shumë e bukur, edhe unë sa mbaroj performansën time, thot, të lutëm do qosh e një më thot mua, tha, si kam osirë, të kam djekur, tha, qa ti ullin vjeçar, ti flet me pernit, më tha mua. Të marnitu, nga zëra. është një diçka me fjalë, është instrument shumë i bukur. Kur nuk do t'jesh më në sken, kur nuk do të performosh më në skenat tona, çfarë do që të thonë njerëzit që vinë pas? Të thonë që ishte muzikant i madh, apo ishte njeriu që foli me shpirt? Çfarë etiketimi do vendim kapaj? Unë s'dua asnjë etiketim, unë dua këtë që kur të vdes me të në dorë. Duke performuar. Me fyë. Mos më lëri kurrë, se më duket sikur më dahet një pjesë e shpirtit. Jeni pjesë e përfaqësimit, të interpretimit të muzikës kaq të bukur folklorike shqiptare, ndërkohë që çfarë mesazhi i përcjell sot të themi Labëris që jo pak të ka ushqyer, i ke dhënë Labëris, po dhe ajo të ka ushqyer me motivacionet, me gjithçka të bukur që përmban. Çfarë mesazhi përcjell sot? Sepse themi që u lindëm dhe u rritëm. Po, kjo labëria ime, labëria e të gjithëve, na ka bërë artista, duartërkitjet e paloshme, 55 viteve, sepse publiku është kritiku më i madh i artit. Ai e kupton, dhe një duartërkitje e publikut ne na shtohet gjithë ato jetë. Kjo labëria ime më ka bërë me fjalë, na ka bërë ne, jo më ka bërë, na ka bërë ne si të grupeve labe, të gjithë artistëve, na ka bërë që kemi qenë ambasadorët e parë që kemi shkelur në shtetet të botës. Mbasi kemi shkelur ne arti dhe kultura, sporti, ka shkelur politika. Po, dhe kjo është krenari. Arti. Edhe kjo është krenari për mua, si djali i Labëris, dhe nuk e di a është krenari Labëria me mua, apo me tjertë, kurse unë jam krenar që jam bir i Labëris time. Binom tani, binom vendimi Labëria. Dhe i faleminderit, po them edhe një herë publikut, për duartërkitjet e ngrota, për një gjysmë shekulli, sepse pak të publik dhe nuk do ekzistonin si artist. Patjetër, faleminderit. Ndërkohë që pothuajse përfundua me pyetjet për vendin kapaj, unë në fund të emisionit Atlas Njerëzor marr gjithmonë 3 thënie të ditës dhe t'i komentojmë bashkë. Dhe kam zgjedhur për ju
4 vargje të Dritura Gollit. Është poet i dashur, edhe për ty ashtu si për mua. Njerëz plot në për dyqane, njerëz plot në çdo qosh, njerëz plot në për urbane, bota plot me njerëz bosh. Cili është komenti? Jemi në vitin 2026 dhe vargjet duken aktual. Shumë e bukur dhe prap më gasmojë në një diçka tjetër se ti je tamam si duhet ta thuash. Do ta them me se s'bën. Para 4-5 viteve me kompozitorin e shquar Djalë të Vlorës, Aulon Nacin, ka qenë ora 2 natës. Faktisht tani me erdhi, të më fali Auloni, në orën 2 nas binde shi. Trokiste a i shiu në përgjamat e lokal të kini, edhe për momentin a i kryon veprën shilotësh. Të nesme vete punoj, ideja është kjo direkt ne kemi bërë orkestrimin që ka dalë për mua është një kryevepër i faleminderit shumë, i faleminderit shumë që për herë të parë instrumenta popullor u futën në orkestrën simfonike. I vetmi njëri që e ka bërë Aulon Naci. Dhe me këta djem, kur nuk rri bota bosh. Sallat mbushen plot të përplot me këta djemë të tillë, me këta artista, dhe ta them me bindjen e plot që nuk ka labres ka për të kur nuk do mungojnë as instrumentistat, as sepse ka djemë të tillë dhe vajza, harove dhe vajzat, se kemi dhe vajza, ka djemë dhe vajzat të... Shkoj te një thënie tjetër, Winston Churchill, ai ka thënë, unë nuk dëgjoj atë që thonë njerëzit, thjesht shikoj çfarë bëjnë ata. Sjellja nuk të gënjen kur. Sjellja apo... Po, artist nuk duhet t'jesh vetëm në skenë. Duhet t'jesh në rrugë, duhet t'jesh edhe me një qenie frymore, jo vetëm me qeniet njerëzore. Duhet t'jesh, me universitet duhet t'jesh paqësor, ai është i të qenit artist. Pra, jo gjithmonë ai që flet, po problemi është që çfarë bën. Vepra, sjellja jote, është e bukur. Dhe e fundit, si qëndron kësaj shprehje? Bëhu një dhënës më shumë se sa një marrës. Edhe kjo, se sa të marrë. Ndaj dhe unë... Ku është Vendim Kapaj? Po, ndaj dhe unë kam hapur atë kursin tim pa lek fare. Është shumë bukur. Për të përcjellë. Edhe shfryzoj rastin nëpërmjet televizionit tuaj. Po. O njerëz të mirë, o njerëz të mrekullueshëm, rinia ime e dashur, ju lebër që jeni, kudo që jeni, duke marrë që nga Gjirokastra deri në pikën e fundit të Llambërisë, ajnë të kush ka qefësurën dyare, fyellin, pipizanin, instrumentat popullor të Llambërisë, ju mirëpres pas një lloj leku. Jam dispozicionin tuaj. Instrumentat, e nëse s'keni, do të gjej ju me çdo kusht. Vesa ju të keni vullnet edhe qef që unë do të bëj më të mina vetja. Faleminderit. Edhe nuk ka mesazh më të bukur për ta mbyllur unë këtë emision sot me këtë mesazh që ju dërgon të rinjve, për ta mësuar fyellin, për të trashëguar vlerat tona të kulturës kombëtare. Të falenderoj Vendim Kapaj për gjithë prezencën tuaj sot në studion e Blu Televizion, Atlas Njerëzor, dhe mos thuaj që nuk do t'jemi prap bashkë për të folur, se mendoj që do flasësh prap, do kesh akoma për të thënë. Kënaqësi, ky bashkëbisedim shumë miqësor, shumë popullor, shumë faleminderit dhe ju uroj urime, suksese për këtë vit, u qoftë një vit i mbar dhe plot me kronika të shkëlqyera.
dhe jo kronika zeza. Faleminderit. Kënaqësi. Të nderuar shikues, ishim me Atlas Njerëzor me mjeshtrin e madh Vendin Kapaj. Faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim në emisionin e radhës.